Kryeministri Edi Rama dha nga Vlora një lajm të mirë për aeroportin e Kukësit e Air Kosova është kompania që do të merret në sigurimin e avionëve dhe të gjitha proceset e nevojshme që pas një rrugtimi të vështirë mbi Kukës të nisin fluturimet. Sipas Ramas, Kukësi nuk është një aeroport i thjesht, ka pasur sfida më vete sigurimin e operatorëve dhe ka problematik me korridorin e uljes. Ka me vete shumë të tjerë që janë bashkuar me mua aty te pasqyra Facebook-u tim dhe që nuk më ndahen nga të gjitha rrugët e jetës, në të gjitha vendet dhe më të gjitha llojet e opinioneve, duhet të veçoj njërin prej këtyre opinioneve qysh se ne thamë se do ulim avionin. Opinioni thot që është një fluturim fake që do të mbetet si aeroporti Kukësit. Duhet të zbuloj një surprizë për ndjekësit e mi. Unë pata nuk jetoj dot në këtë detyrë, më ndihmojnë që të mbaj detyrën më mirë dhe më me vendoshmëri. Unë i dua ata edhe pse nuk më lënë gjë pa thënë. Është e vërtet aeroporti i Kukësit ka pasur një sfidë për të siguruar operatorët, nuk është i thjesht, ka një problematik me korridorin e uljes dhe nga ana tjetër për të pasur operatorët duhet të krijosh besimin e duhur që nuk do të jetë një operacion me humbje të parësyeshme. Operatori që operon aeroportin ka bërë përpjekje për të lidhur marrëveshje e kontrata mirë, por nuk e ka gjetur dot në këtë kohë akuthyese që do të dëshmojë se ai aeroport ja vlen. Siç ishte aeroporti i Tiranës, që ishte më i shtrenjtë i Europës. Në Kupës ka nisur puna prej kohësh dhe në janar është regjistruar zyrtarisht kompania. Ju kompaniere shqiptare, ju të Kosovës, do prekeni në mënyrë të posaçme. Air Kosova, e cila do të nisë së shpejti për të mos ndalur më fluturimet e Kukësit. Air Kosova do të jetë kompania tjetër shqiptare dhe këta dy avion do jenë dy avionet e krenarisë tonë të përbashkët. Air Albania, që do të ketë bazën e vetë këtu në Vlorë dhe Air Kosova, që do të ketë bazën e vetë në Kukës. Për ta konfirmuar kam sjellë edhe certifikatën që mos tonë se është Photoshop. Kompania po fillon për të skulluar avionet e për të bërë operacionet në teren. Nuk po jap datë sepse kam mësuar tani më që këto datat që jap, unë fusin brenda syrin e kesh dhe tani syri kesh plasi se baca zbriti, do jetë aeroport ndërkombëtar për të gjithë vitin, jo thjesht turistik, por fluturime low cost, deklaroi kreu i qeverisë. Ndërkohë këta tajinte u bë testimi i avionit të parë, i cili zbriti në aeroportin e Vlorës.